është ajo që do të desha që në këndvështrimin tim të ishte në raportin forca politike elektorat, kandidat zgjedhës, por gjithsesi është bërë një hap shumë i mirë. Do ta diskutojmë këtë raport lidhur dhe nisu kjo nga takimet e shpeshta, të shumta që keni patur përgjatë këtij muaji. Po vërtet ka pasur shumë takime në terren. Përpara se të shkojmë aty, kisha një pyetje edhe për atë që quhet tani si memorandumi i Kuçit. Sot kryetari i partisë tuaj ka bërë projeksionin e radhës, ashtu sikurse 4 vite më parë, i sigurt 100% për 78 mandate. Tani si e gjykoni ju optimizmin dhe sigurinë e zotit Rama për një Shqipëri që është ndryshe nga 4 vite më parë, nëse do të flasim nëse i referohemi numrit të popullsisë, një Shqipëri më e pakët në numër popullsie, një Shqipëri e cila mund të ketë ndryshuar, për disa mund të jetë më mirë, për disa jo, por me disa probleme të njëjta të cilat në këto 4 vite edhe nuk kanë marrë zgjidhje. Sigurin dhe optimizmin e zotit Rama, fillimisht. Kuçi është një fshat shumë interesante. Si zgjedhje simbolike nuk është zgjedhje e keqe nga zoti Rama, por unë besoj që ai ka gjithë informacionin e nevojshëm për dhënë një rezultat në shkallë kombëtare që nuk e kam unë. Thjesht mua më duhet ta besoj atë se është kryetari i partisë dhe kryeministri i vendit. Por nga pikpamja e gjykimit dhe vlerësimit që kam unë, jo nga shifrat, unë besoj që qasja optimiste që ai demonstroi me rezultatin është i përgjigjet realitetit. Unë e shoh atë të projektuar në Tiranë, në këtë qark kaq të madh që ka numrin më të madh të mandateve, gati më shumë se 1/4 e gjithë mandateve që ka kuvendi i Shqipërisë, dhe shoh një qasje pozitive edhe mbas 3 mandatesh të elektoratit të ndaj nesh. Natyrisht, e para sepse gjërat kanë ecur në drejtimin e duhur, në vlerësimin tonë gjërat kanë ecur pozitivisht, natyrisht ka pasur dhe ka probleme. Merita, forca e një partie politike dhe çdo njeriu të përgjeshëm në politikë është të pranojë edhe dështimet, të pranojë dhe gabimet, dhe e rëndësishme është të reflektoj për t'i përmirësuar ato dhe për të ecur përpara. Dhe unë besoj këtë lloj qasje kemi dhënë ne me elektoratin, që besoj që ne mund të marrim atë rezultat që ka dalë sot si projekcion, dhe që në Tiranë besoj unë që ne do të kapim 19 mandate. Pak sekonda do të shkëputemi nga kjo bisedë. Ka dalë tymi i bardhë nga Kapela Sistina që njofton që është zgjedhur Papa i ri. Janë informacione të cilat ne do t'i shohim në vazhdim cili do t'jetë emri, por është augur i mirë që është zgjedhur Papa i ri, zoti Xhafaj. Ndërkohë që ne po flisnim për mandatet e së dielës, doli tymi i bardhë, do thotë që do të ketë tymi i bardhë nga Kuçi dhe nga Kapela Sistina. Emri do të mësohet më vonë, por unë i referohem dhe Papës, kur u zgjodh Papa Francesku, ka zgjatur më shumë si proces. Në disa raunde, le të themi tymizi, këtë herë, në mos gaboj, ky është raundi i tretë, ose takimi i tretë i të gjithë, gati 180 papëve mbi 80 vjeç në Kapela Sistina. Gjatë minutave në vazhdim do të ketë më shumë informacion se kush do të jetë Papa i ri i Vatikanit. Rikthehemi sërish me bisedën. Zoti Xhafaj, si ndjeni ju si socialist që në mitingjet e Partisë Socialiste nuk ka flamur? Nuk ka asnjë flamur të Partisë Socialiste, të paktën në mitingun hapës në mos gaboj nuk ishte. Po, besoj sepse edhe spari është një gjë shumë e rëndësishme që të kuptohet që qëllimi i një force politike nuk është partia në vetvete, flamuri i saj, po është flamuri i Shqipërisë, është Shqipëria. Përse e kuptuat këtë tani? Sepse ka në fushata të ndryshme përdoren simbolika të ndryshme, dhe ato janë në funksion të mesazhit qendror. Kjo nuk do të thotë të shpërjashtuese. Nuk keni pse e shihni godën gjysmë bosh, shiheni godën gjysmë plot, shiheni në mënyrë pozitiviste. Pra do të thotë që kjo është një simbolik që gjithë kjo fushat është e fokusuar tek flamuri i madh i Shqipërisë, tek çështja e madhe e integrimit europian të vendit. Dhe të gjitha flamujt e partive politike
të gjitha flamurit e partive politike bashkohen të ky flamur. Bashkohen të ky, do duhet të bashkoheshin të kjo kauzë. Dhe çdo flamur partie, për para këtij flamuri dhe për para kësaj kauze, është shumë e paransishme, dhe edhe sepse çështja e integrimit evropian nuk është çështje partie në vetvete. Pavarësisht se ai është një miting